lidhje të ngushtë Denisa ke patur me nënën tënde të ndjerë, me zonjën Lambrinit, të cilën nuk e ke ndryshuar as në profilin tënd në Facebook, mban emrin e saj. Cila është gjëja më e vyer që ti kujton prej nënës tënde? Gjëja më e bukur që kujtoj nga mamaja, shiko, ka shumë gjëra, por ajo butësia dhe ajo vërtetësia që ajo kishte në vetvete, do më thanë, në qoftë se sot maskat janë diçka e zakonshme, do më thënë njerëzit mund të duken të buzëqeshur dhe të sjellshëm, por unë shikoja në prapaskencë, se shikoja në shtëpi, dhe ajo i donte njerëzit me të vërtetë. Dhe unë habitem se si mundet një njeri vetëm të doj kaq shumë njerëz, sepse ajo donte shumë njerëz, nuk është se donte një shoqe vetëm, ajo kishte shumë shoqëri dhe i donte njerëzit me sinqeritet. Dhe gjëja që më ka lënë zakon, që bëj dhe tani sap dritaren, po të shikoj me njerë, çdo njeri tani, po sidomos po të shikoj fëmijë dhe është fundjavë, e diel, ata janë pushim, dhe i shikoj të rruga duke lozur, ju bekoft të Zoti, ju bekoft Perëndia. Këtë bënte mamaja, këtë e ka bërë deri në 2 ditët e fundit të jetës së saj. Ajo edhe kur ishte shumë e smur, hapte dritaren, sa shikonte fëmijët, ju bekoft Perëndia. I bënte kryqin.